Unë kam ngritur dhe Partia Demokratike, jo vetëm në konferenca shtypi, po disa herë edhe në Kuvendin e Kosovës, shqetësimin me projektin e rezervave shtetërore. Kemi argumentuar edhe shumat dhe firmat që cilat janë kontraktuar në mënyrë krejtësisht jashtëligjshme, janë shkelur procedurat dhe janë shkelur ligjet në mënyrë flagrante. Janë involvuar akter të cilët kanë qenë të afërt me kryeministrin Kurti e të cilët sot prokuroria, gjyqësia i ka vendosur në bankën e të dyshuarve. Fatkeqësisht, kryeministri po skivon, po ik dhe nuk po ka fuqi njerëzore, intelektuale dhe politike, i cili është thellë involvuar në këtë proces, me letra e me dëshmi të tjera, me mesazhe e me urdhëresa që ka pasur njohuri dhe ka qenë fort involvuar në gjithë procesin e keqpërdorimit të paras publike me rezervat shtetërore. Në këtë relacion, pjesa e parë ka qenë rezervat e grurit, ku janë kontraktuar miliona euro, pa pasur asnjë lloj verifikimi, asnjë lloj garancioni për sigurinë, pa pasur asnjë lloj garancioni dhe situate të qartë për mënyrën e transportit dhe nga akter apo ndërmarrje fiktive, ndërtimore turke, të cilat parimisht sot më nuk i gjeni as në rrjetet sociale e as në asnjë databazë biznesore turke apo Kosovës. Pra, komplet zinxhiri i manipulimit lidhet me 2-3 akter, që është ministria, gjithsesi ministria, kryeministri, por që realisht ka qenë shumë involvuar dhe zëvendës kryeministri, e në fund ka përfunduar, si me thonë, me aprovimin edhe në takime zyrtare, jo zyrtare të kryeministrit dhe me nënshkrim të kryeministrit për vendim të shkeljes së procedurave. Gjithmonë, njëjtë kanë vazhduar edhe me rezervat e vajit dhe me rezervat e sheqerit. Kompanit të cilat janë kontraktuar rezervat e vajit dhe sheqerit kanë ardhur, ka dëshmi që kanë qenë pjesë të disa organizatave dhe kanë ardhur paraprakisht kanë negociuar në hotelet Kosovës, në emër të konferencave, gjanave tjera, dhe sot vërtet është shqetësuese që Kosova ka mbetur pa rezervat shtetit. Vitin pastaj ka ndryshuar procedura dhe përsëri nuk janë blerë rezervat. Janë bërë një varg shkeljes dhe manipulimesh, një varg presionesh të zyrtarit publik dhe për të mbuluar gjitha këto ka qenë një presion i jashtëzakonshëm ndaj administratës publike, ku brenda një mandatit qeverisës janë ndrruar mbi 12 sekretar permanent, që nuk ka ndodhur në historinë e administratës shtetit, vetëm që të mbulohen të gjurmë të keq menaxhimit skajshëm dhe keq përdorimit të paras publike. Tashmë drejtësia ka vepruar, presim të vërtetën, por që këta po mburren në deklarata publike. Kryeministri është i vetëdijshëm në ndërdijen e tij që një ditë duhet përgjigjet, nuk mund të ikë drejtësisë në pa kufi, sepse ka dëshmi, mesazha e emaila, po ka vendim me protokoll që është publik tashmë, që është në nënshkrimi i kryeministrit, i cili me atë vendim i ka shkelur procedurat ligjore të qarta dhe ka hapur rrugë procesit të dëmit ekonomik 10 milion euro. Kryeministri delegon individ dhe ai shkon e dirigjon në zyre, hyn e del te ministrja dhe dikton planin e blerjes, planin e shitjes, dikton çmime, dikton marrëveshje, dikton gjithçka tjetër me leje të kryeministrit. Pra ka vendosur strukturë paralele, jo vetëm në sektorin e rezervave shtetërore, po edhe në sektorin e energjisë, edhe tek ambalazhuesit e ujit, edhe të shumë sektor tjerë ka pas misionar politik që e kanë diktuar sektorin.